Ka dështruar edhe tentativa e 12 për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Edhe këtë herë pra nuk patën mundësi që të zgjedhim kryetarin e kuvendit të Kosovës. Për të folur për këtë çështje me mua në lidhje direkte është analisti Argjend Zenaj. Argjend, faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për mundësinë dhe një korrigjim të vogël, nuk jam analist për shkak se jam bërë shumë, jam politolog. Më falni, lutem mua. Besoj që i keni pa të gjitha zhvillimet e ditës sotme, se çka kanë karakterizuar sa i përket kuvendit të Kosovës, si po ju duket gjendja politike në vend? Tashme me drejt pe konsiderojnë dhe po konstatojnë edhe qytetari më i thjeshtë se kuvendi i Kosovës është kthy në një teatër, deputetët pe luajnë rolin e cirkusave, humoristave, të cilët të njëjtat gjëra që i thonë në hyrje, i thonë edhe në dalje për shkak që nuk ka zhvillime pozitive, nuk po mrrin me kry detyrën e vet, për çka janë betu, për çka janë zgjedhë dhe për çka janë aty në emër të popullit. Mirë, po edhe sa gjatë mundot me shku kjo gjendje politike në vend, apo ata kanë një synim të caktuar siç është zgjedhjet, pasi që kemi pa që shpesh herë kohëve të fundit po i përmendin? Unë besoj që nuk do të jetë e lehtëvërtetshme as për partitë politike, as për Kosovën që të organizojmë edhe një palë zgjedhje, të cilat do të ishin të tretat brenda këtij viti, për shkak se i kemi edhe zgjedhjet lokale në fund të 2025-s dhe rrjedhimisht partitë politike, spektri politik parlamentar, liderët e partive parlamentare do duhej të uleshin egot e tyre, të kanë zllëkun e tyre dhe të merreshin vesh për një për zgjedhjen e kryesisë, kryetarit të kuvendit, konstituimin e tij dhe pastaj për të vazhduar me mundësinë e zgjedhjes së qeverisë, edhe kjo në konform edhe zhvillimeve përreth nesh, po edhe zhvillimeve gjeopolitike globale. Për shkak se Kosova është duke mbetë jashtëzakonisht mbrapa në krahasim me vendet e rajonit. Mirë po, neve kemi pa një kokëforsi edhe një mosbindje të përbashkët politike për të bashkëpunuar që këto çështje të shkojnë përpara. Kemi pa ftesën e lidhjes demokratike të Kosovës sa i përket një bashkëpunimi me të gjitha partitë politike që të formohet një qeveri e opozitës. Se keni pa ju kërkesën e LDK-s për bashkëpunim me partitë opozitare kryesisht? Ne kemi pa që AK ka qenë e gatshme qysh për i deklarimeve të para që të bashkëpunoj me LDK-n, ndërkaq pati edhe disa deklarime të PDK-s sot se LDK-ja është e luhatshme e kështu me radhë. Po, fakti që nuk i kemi një gjuhë përbashkët as të opozitës së deri për mundësinë e krijimit të një qeverie të tyre, të udhëhequr nga ndonjëri prej kryetarëve të partive të opozitës së deri dhe ftesa e LDK-s ka shit gjitha partive politike për të ulur, për të zgjedhur një gjuhë përbashkët për një qeveri të tranzicionit, një qeveri më shumë teknike se sa politike, tregon për mungesën e besimit të ndërsjellë që e kanë partia e cila ka dalë para në zgjedhjen e shkurtit me partitë e tjera, dhe rrjedhimisht edhe për mosbesimin që e kanë edhe partitë e opozitës së deri ndërmjet vete. Teoretikisht është një hap i cili duhet marrë në konsiderat, por praktikisht do duhet t'i lihej rasti që partia e dytë me radhë që është pas vetëvendosjes të kishte këtë kërkesë, të kishte këtë mundësi dhe po gjithmonë kemi parasysh që ndeshja po bëhet tek moszgjidhja e ngërçit në kuadër të konstituimit të kuvendit të Kosovës, do duhet që të gjitha partitë të orvateshin që aty të bëjë zgjidhja fillimisht dhe pastaj të mbetej çështja e kohës kushtetuese për secilin subjekt nëse do t'i vijë rradha. Në këtë rast flasin partitë e opozitës së deri kot, për shkak se nuk e ka konsumu mundësinë e vet partia e parë dhe rrjedhimisht duke mos u konstituar kuvendi i bën që jemi në një zonë pat me as me fitues dhe as me humbes për sa i përket partive politike, se humbsi këtu po dihet është Kosova dhe qytetarët e saj, të cilët vazhdojnë të jenë në një ngjerç edhe të jetës shoqërore dhe ekonomike me çka përballen çdo ditë. Pra
duhet zgjidhet nyja, duhet të japim propozime dhe zgjidhje konkrete se si të zgjidhet nyja e mos konstituimit të Kuvendit Kosovës. Dhe pastaj të vim deri te krijimi i qeverisë nga kushdo që do t'i ketë gjartë një numra në kuadër të kësaj legislature. Zotri Zemë, ne kemi pa që lëvizja vendosje për sa herë ka deklaruar Albulena Agjiun si kandidatën e tyre për kryetarët të Kuvendit të Kosovës. Pse kjo kokëforci e lëvizjes vendosje? Për të vendosur një emër që sipas opozitës, nëse ai emër do të ishte ndryshuar, këta nuk do ta kishin problem për të votuar, apo edhe kjo është një deklaratë e opozitës vetëm sa për të thënë? Unë besoj që këto, nëse do të ishte ashtu siç parafrazoni ju, do ta ketë mundësinë të na tregoj partia e parë, partia vetëvendosje, e cila vazhdon tashmë ju duke propozuar matutje Albulena Agjiun si kandidate për kryetarët e Kuvendit, por duke insistuar në ndryshimin e modalitetit të votimit të kandidaturës për kryetarët e Kuvendit. Dhe rrjedhimisht ata do duhej që të tërhiqeshin nga ky propozimi që është praktikisht jo kushtetues dhe jo ligjor, për shkak se një procedurë e tillë do duhet të parashihej në fillim të seancës inauguruese konstituive, jo në mes të saj, po themi hipotetikisht se s'e dim ku është mesi, për shkak se vazhdojmë të jemi në një ngërsh të mos konstituimit të Kuvendit. Dhe të ndryshonte kandidaturën dhe të jepte shansën që të tregueshin partitë e opozitës së deri nëse e kanë me të vërtetë me emrin apo e kanë me mos me javën mundësinë që ta ketë kryetar në Kuvendit partia e parë, partia vetëvendosje, dhe pastaj ne do të gjykonim si qytetarë, si popull, do të gjykonim se kush i ka në të vërtetë fajet për këtë ngjarje që po vazhdon të jetë prezent në skenën politike dhe shoqërore të Kosovës. Zotri Zenaj, sa i përket, më falë lutëm se po të ndërpres. Vetëm desha me ditë një opinion tuaj, Zotri Zenaj, kemi pa që Zotri Murati dje deklaroi se edhe ne mundemi me basi Gjermania, pra të vazhdojmë me votime të fsheta që të votohet kryetari i Kuvendit të Kosovës. A është kjo nga mosditunia e tyre lidhur me ligjet që kanë të bëjnë me Kuvendin e Kosovës, apo po e bëjnë qëllimisht këto shkelje ligjore? Unë besoj që janë mjaftueshëm në dieni edhe Zotri Murati edhe të gjitha strukturat parlamentare edhe deputetët se një propozim i tillë në mes të lojës për brenda seancës së Kuvendit të Kosovës nuk është praktike mirë dhe do të përbënte precedent për të ardhmen. Në të kundërtën, votimi i fshehtë siç parasheh edhe votimin e hapur e parashojnë të gjitha rregullat, edhe kushtetuta, edhe ligji për qeverinë, edhe ligji edhe rregulloria e brendshme e Kuvendit, edhe secili ligj, mos se është formë demokratike e mënyrës së votimit, por specifikisht bëhet fjalë për seancat e rregullta kur do që ka një propozim për ndryshimin e procedurës së votimit, por jo duke nisur seancën konstituive me një model të votimit dhe gjatë rrugës duke e parë që nuk po funksionon në atë mënyrë, pastaj për të arritur mundësinë në ngërçit, për shkak se nuk i ki numrat për qeverinë, atëherë që e kanë gjetë si arsye, si alibi që të propozojnë një të tillë procedure e cila vjen ndesh me rregullativat edhe të Kuvendit, por edhe rregullativat të tjera ligjore për sa i përket mënyrës së votimit, se si ndodh në secilin instancë, vetëm në Kuvendin e Kosovës. Dhe duke parë këtë ngërç, pastaj edhe partia e parë, këtë rast vetëvendosja, po të provon të tuale fajin e partive të opozitës së deridjeshme. Por edhe opozita e deridjeshme nuk dëshiron që t'i jep shans e arsye dhe shkas që të vije koha kushtetuese për ndërtimin e qeverisë, sepse unë jam i sigurt që as partitë e opozitës së deridjeshme nuk i kanë numrat për një qeveri të ardhshme dhe nuk kanë rri marrëveshje se kush do të jetë mandatari për kryeministër, se kush do të udhëheqë atë qeveri dhe se kush do të jenë ministrat dhe se kush program do të merret parasysh dhe të tilla gjëra. Prandaj unë po them që duhet t'i thrasim ndërgjegjësit e tyre në radhë parë, por nëse ju ata ndërgjegjësit e tyre, presidenti i vendit mjaftueshëm po besoj, edhe pse me disa rezultate, por mjaftueshëm ka qëndruar jashtë Kosovës në këtë kohë në cilën i duhet që t'i kthehet Kosovës
si e para vendit, të thirrë partitë politike parlamentare në një tërheqës ku do të duhet të gjendej zgjidhja, më falni, nëse do të shkojmë matutje duke i shpallur zgjedhjet, apo nëse do të shkojmë matutje duke amrri një marrëveshje politike partitë parlamentare dhe për me shku matut për shkak se Kosova ka mbetur në ngjerç. Jo vetëm që partitë parlamentare kanë mbetur në një ngjerç të mos konstituimit të kuvendit, por Kosova ka mbetur në një ngjerç. Dhe secili duhet të thirrë ndërgjegjjen e vet dhe të shkojmë më përpara me konstituimin e institucioneve të reja, për shkak se po bëhen tashmë gati 3 muaj thuajse nga dita e zgjedhjeve dhe ne ende vazhdojmë të kemi institucione pa mandat, institucione të vjetra pa mandat dhe nuk po kemi institucione të reja me mandat plot. Me po kemi pa që pavarësisht se janë deklaruar si deputet të Kuvendit të Kosovës, ministrat si dhe kryeministri po vazhdojnë të bëjnë punën e tyre, ashtu si kryeministër të shkojnë për eventet të ndryshme, të përurojnë rrugë e gjërat e tjera, pra po bët një parafushat, me qenë se veç se po dihet se jemi duke shkuar drejt të zgjedhjeve. Unë besoj që janë edhe deklarimet gjatë seancës, pas seancës, para se me hyjë në seancë, edhe këto orvatjet dhe shëtitjet e ish-kryeministit Kurti janë paralajmërim për mundësinë, po përgatiten të paktën teorikisht që nëse do të shkojnë në zgjedhje të jenë të përgatitur edhe një herë të rimbursuar në kuptimin elektoral, por ajo që dëshiroj të them që ne nuk si shoqëri tek e fundit nuk e kemi luksin që ti lejojmë partitë politike në dërgojnë edhe një zgjedhje, për shkak se në jetën e përditshme unë kam mjaftueshëm kontakte me njerëz qytetarë të thjeshtë, të cilët e thonë trash, nëse do të organizohen edhe një herë një palë zgjedhje, përjashtë ato lokalet, nuk do të marrin pjesë fare në këto zgjedhje. Dhe ne kur kem parasysh, po ashtu, që nga afër, në mbi 1,5 milion votues janë të regjistruar dhe marrin pjesë aty tek 850.000 votues, i bën që ne edhe në këto rrethana mezi e kalojmë pragun e pranueshmërisë së zgjedhjeve si demokratike dhe normale, e lëre me nëse do të binte diagrama e pjesëmarrjes në zgjedhje, pastaj do të mund të mos kualifikohemi edhe për si proces demokratik të pjesëmarrjes në zgjedhje. Pra partitë politike në vend se të orvaten dhe të shikojnë pse nuk po dalin njerëzit në zgjedhje me këto rrethana çfarë i kemi deri sot, këta na presionojnë, na bëjnë presion që dalim edhe në një palë zgjedhje dhe këto janë të mërzitshme për qytetarë për shkak se nuk do të dëgjojmë asgjë të re, do të dëgjojmë të njëjtat kacafytje politike ndërmjet partive politike, të njëjtat premtime dhe do të mundeshim me dalë me plus minus përqindje, 1% aty ku jemi edhe sot në të njëjtin ngjerç dhe pastaj çka do të veprojmë. Do të shkonim edhe një herë në një palë zgjedhje të tjera derisa dikush ti marr 50 plus 1%. Partitë politike duhet, sikur partia e parë, sikur të gjitha të tjera, duhet ta pranojnë realitetin elektoral të nënshkurtit. Dhe konform këtij rezultati do duhet të uleshin dhe të merreshin vesh për se si do shkojmë tutje si shtet për shkak se zgjedhjet dhe retorika politike elektorale ka kaluar me nënshkurt. Tutje duhet të funksionojë me mentalitetin e shtet ndërtuesit, edhe jo shtet shkatruesit. Dhe partitë parlamentare të sotme po vazhdojnë të funksionojnë si partitë e shtet shkatruese, jo shtet ndërtuese. Zotërin Zenaj, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodese dhe nga ana profesionale juaj të jepësh të gjitha këto pikpamje që kanë të bëjnë me shtetin tonë dhe mënyrën se si duhet të funksionalizuar i gjithë sistemi i shtetit tonë. Faleminderit shumë, i nderuar. Faleminderit për mundësinë, diellë çdo të mirë, shëndet. Neve do vazhdojmë përsëri të flasim edhe për një vrasje e cila ka ndodhur dje në Prizren, ku babai ka vrarë vajzën e tij. Për këtë do të kemi në lidhje direkte Armend Halimin.